edicioni informativ në Radio Televizionin Pendimi. Titujt kryesor për edicionin e sotëm. Maqedonci reagon pas deklaratave të Vučićit. Kosova do të forcojë kapacitetet mbrojtëse. Raporti i OKB-s, gratë gëzojnë vetëm 64% të drejtave ligjore që kanë burrat. Çështja e presidentit, partia në pushtet akuzon opozitën për përpjekje shantazhi. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Pendimi, po fillojmë me edicionin e lajmeve për datën 9 mars 2026, dita e diel. Unë jam Hevzi Hasani. Edicionin e fillojmë me lajmet nga vendi. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Ejup Maqedonci ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić të bëra gjatë prezantimit të strategjisë Serbia 2030, ku ai tha se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se aktualisht nuk ka partner për dialog në Kosovë. Maqedonci tha se këto deklarata përbëjnë vazhdim të një narrativ politike që mohon realitetin dhe që sipas tij synon të mbajë në tension të gjithë rajonin. Sipas tij, Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe sovran me institucione legjitime të dala nga vullneti demokratik i qytetarëve, duke theksuar se ky realitet është i pakthyeshëm dhe nuk mund të ndryshohet përmes deklaratave politike apo strategjike të brendshme të Serbisë. Në ditën ndërkombëtare të grave me 8 mars, UN Women ka ngritur alarmin se sistemet e drejtësisë në mbar botën po dështojnë të mbrojnë në mënyrë të barabartë të drejtat e grave dhe vajzave. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore, gratë globalisht gëzojnë vetëm 64% të drejtave ligjore që u garantohen burrave, duke i ekspozuar ato ndaj diskriminimit, dhunës dhe përjashtimit në shumë fusha të jetës. Këto gjetje paraqiten në raportin e ri të sekretarit të përgjithshëm të Organizata e Kombeve të Bashkuar, të titulluar Sigurimi dhe forcimi i qasjes në drejtësi për të gjitha gratë dhe vajzat. Moszgjedhja e presidentit dhe dekreti i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit kanë intensifikuar përplasjet mes taborëve politik në Kosovë. Ministri për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Shlirimtare Andin Hoti ka konfirmuar se kryeministri e ka propozuar për këtë post, ndërsa e ka akuzuar bllokun opozitar se me mosnxjerrjen e një kandidati ka bërë përpjekje për shantazh e pazare. Lidhur me çështjen, kritika i janë shprehur edhe avokatit të popullit. Moszgjedhja e presidentit të ri në seancën e shenjtës vonë u përcoll një ditë më pas me nxjerrjen e dekretit nga presidentja aktuale Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Veprimi ka thelluar përplasjet mes bllokut në pushtet dhe atij në opozit. Lëvizja vetëvendosje e ka quajtur dekretin jo kushtetues dhe e ka sfiduar atë në gjykatën kushtetuese, duke kërkuar të vendoset masë e përkohshme ndaj vendimit. Për 3 vjet, pothuajse asnjë megavat nuk i ushtua sistemit nga energjia e ripërthrishme. Ministria e Ekonomisë nuk ka përmbushur zotimin që brenda 3 vjeteve kapaciteti i burimeve të ripërthrishme të arrijë në 500 megavat. Projektet e paralajmëruara me bujë janë ende në faza tenderimi apo para kualifikimi, ndërsa në terren pothuajse nuk ka asnjë kapacitet të ri që janë shtuar sistemit energjetik. Sipas të dhënave të zyrës së rregullatorit për energji, Kosova aktualisht prodhon vetëm 280 megavat nga energjia e ripërtërishme. Në Ministrinë e Ekonomisë thonë se në periudhën 2021 deri 2025 kapacitetet e instaluara të burimeve të ripërtërishme janë afër 130 megavat. Aty përfshihet projekti i ndërtimit të parkut solar në Bajgor me kapacitet prej 105 megavatësh që i përket vitit 2021. E po ashtu edhe projekti prej 1.2 megavatësh nga biomasa. Mirë po, me këtë ritëm Kosova është larg përmbushjes se objektivave të strategjisë për energjinë 2022-2031, në të cilën parashihet që brenda 9 vjetësh kapaciteti i përgjithshëm i instaluar i energjisë ripërthrishme të arrijë në 1600 megavat. Vazhdojmë me lajmet nga rajoni. Shqipëria në hall me farat nga Serbia. Në vend të Misrit, fermerët marrin gjete. Sipas raportimeve nga fermerët në Shqipëri, shumë prej tyre janë përballur me probleme serioze pas mbjelljes së farave të Misrit të importuara nga Serbia. Fermerët thonë se pasi kanë mbjellë farat në tokat e tyre, bimët kanë mbirë normalisht, por në vend që të prodhojnë kallinje Misri, kanë dalë vetëm gjete pa prodhim.
Kjo situatë ka shkaktuar shqetësim të madh dhe humbje financiare për fermerët, të cilët kishin investuar në fara, plekë dhe punë për sezonin bujqësor. Ata kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të hetojnë rastin dhe të sqarojnë nëse farat kanë qenë me cilësi të dobët apo nëse kanë pasur ndonjë problem të tjetër. Ndërkohë, autoritetet pritet të verifikojnë këtë çështje për të shmangur dëme të tjera për sektorin e bujqësisë. Filip Qe, buxheti i shtetit ka mungesë prej rreth 2 miliard euro, teksa qeveria ende po kërkon kredi. Kryetari i LSDM-s Venko Filip Qe ka deklaruar se buxheti i shtetit po përballet me një mungesë prej rreth 2 miliard eurosh, ndërsa qeveria vazhdon të kërkojë kredi të reja për të mbuluar shpenzimet. Sipas tij, kredia fundit që po kërkohet është rreth 300 milion euro, ndërsa më herët është emetuar edhe një euro obligacion prej 1 miliard eurosh. Filip Qe theksoi se vonesat në pagesa ndaj kompanive dhe kthimi i TVSH po krijojnë vështirësi serioze për sektorin privat. Ai paralajmëroi se shumë biznese po përballen me probleme financiare dhe disa prej tyre rrezikojnë edhe mbylljen. Sipas tij, nëse situata vazhdon me këtë ritëm, mund të ketë vështirësi edhe në pagesën e rregullt të pagave dhe pensioneve në të ardhmen. Lajmet nga bota. Lideri i ri i Iranit pritet të jetë djali i Ayatollah Khameneit. Pas zhvillimeve të fundit në Iran dhe vdekjes së udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei, vëmendja është përqendruar te pasardhësi i tij. Sipas raportimeve të fundit nga mediat ndërkombëtare, një nga emrat më të përfolur për këtë post është djali i tij, Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, një klerik 56 vjeçar që ka pasur ndikim të madh në çarqet politike dhe fetare të Iranit, konsiderohet një nga kandidatët kryesorë për të marrë drejtimin e vendit. Udhëheqësi suprem i Iranit zgjedhet nga Asambleja e Ekspertëve, një organ i përbërë nga 88 dietar islam, të cilët kanë kompetencën për të emëruar liderin më të lartë politik dhe fetar të vendit. Ndërkohë, shpallja zyrtare e pasardhësit pritet të bëhet pas vendimit përfundimtar të këtij institucioni. Lajmet nga sporti. Ishte makt. Marcelo komenton përballjet ndaj Lionel Messit në El Clasico. Legjenda e Real Madridit Marcelo ka komentuar përballjet e tij me Lionel Messin në ndeshjet e famshme El Clasico. Futbollisti brazilian tha se përballja me yllin Argentinas ishte shpesh një mangth për mbrojtësit e Real Madridit. Sipas tij, Messi ishte i jashtëzakonshëm, i shpejtë dhe shumë i vështirë për të ndalur gjatë lojës. Marcelo theksoi se në disa raste Messi e kishte vënë në vështirësi të madhe dhe se ndonjëherë mezi arrinte ta ndiqte në fushë. Ai madje pranoi me humor se kishte pasur momente kur dëshironte ta ndalte me çdo mënyrë, por ishte shumë e vështirë për shkak të aftësive të tij. Sipas ish-mbrojtësit të Real Madridit, Messi mbetet një nga kundërshtarët më të vështirë që ka përballur ndonjëherë gjatë karrierës së tij në futboll. Parashikimi i motit. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në vazhdim sjellim parashikimin e motit për datën 9 mars 2026. Në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut pritet mot kryesisht me vranësira dhe intervale me reshje shiu. Në Prishtinë, temperatura do të lëvizin rreth 6 deri në 13 gradë Celsius, me vranësira dhe mundësi për reshje të dobta gjatë ditës. Në Tiranë parashikohen reshje shiu dhe mot pranveror i freskët me temperatura rreth 10 deri në 15 gradë Celsius. Ndërsa në Shkup, moti pritet të jetë i ngjashëm me vranësira dhe reshje të herpashershme, ndërsa temperaturat do të arrijnë rreth 12 deri në 14 gradë Celsius. Era do të jetë e lehtë deri mesatare, ndërsa në disa zona mund të ketë edhe kthjellime të shkurta gjatë vadit. Kështu pra, të nderuar dëgjues dhe shikues, me të dhënat për motin kemi përmbyllur edicionin e lajmeve për datën 9 mars 2026. Ju faleminderit për vëmendjen, vazhdoni të qëndroni me programin e Radio Televizionit Pendimi. Assalamu alaikum.